Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar dëgjues të Radios Fatih, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Në këtë muaj të begatë të Ramazanit e fillojmë emisionin e posaçëm për këtë muaj të begatë të Ramazanit, i cila është biseda Ramazanit, dhe me mua Enis Hoxhën sot i ftuar është Imami Samir Efendi Xhoni, ku dëshirojmë që të flasim për entuziazmin që sjell ky muaj i begatë i Ramazanit, lumturinë që kemi ne si besimtar, por në radhë të parë Imamin dëshiroj që ta falenderoj dhe Allahu është përbleft me mirësitë e tij të pafundme për ftesën që e ka pranuar që të marrë pjesë këtu në frekuencat e Radios Fatih dhe të ndajë disa mesazhe për këtë muaj të begatë të Ramazanit dhe me temën e cila është po pikërisht për këtë muaj të begatë të Ramazanit. Imam, mirësevgjeta. Mirësevgjeta, faleminderit shumë për ftesën. Allahu ju nderoft dhe shpresoj që inshallah gjithë këto emisione të cilat i realizoni janë një vepër e mirë e pranuar tek Zoti xhallahu. Amin. Me qenë se vjen muaji i begatë i Ramazanit, entuziazmi dhe lumturia i përçon i ndjek besimtarët, por ndjehen edhe entuziast dhe të lumtur. Si ndikon kjo në këtë muaj të begatë të Ramazanit? Çfarë mund të na cekni diçka për këtë entuziazëm që ne ndjejmë dhe e shijojmë? Në radhë parë falenderojmë Allahun xhaleshanuhu, i cili na bëri për muslimanëve, na bëri për besimtarëve, na bëri për popullit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që na dha gjitha këto mirësi, që me ditë se kush është Zoti xhaleshanuhu, kush ishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E padyshim gjithashtu selamet janë edhe për bunën e pejgamberisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij të nderuar, për familjen e tij të ndershme dhe me gjithë njerëzit e cilët me përkushtim, me sinqeritet e kanë pasuar dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën kur dalin para Zotit për dhënë llogarinë. Njëherët i përshëndes të gjithë shikuesit dhe ndëgjuesit e Radio Fatih, duke lutur Zotin xhaleshanuhu që agjerimi të jetë i pranuar, çdo dua dhe çdo lutje dhe çdo kërkesë që ato e parashtrojnë Allahu xhaleshanuhu të jetë e pranuar tek Zoti dhe shpresoj që nga ky muaj dalin fitimtar. Ashtu do thotë, siç na ka hije si besimtar, që veten tonë do thotë ta paraqisim tek Zoti xhaleshanuhu me niyet që qëllimi vetëm të jetë arritja e kënaqësisë së Allahut. Padyshim që çdo ibadet që Allahu xhaleshanuhu ja ka bërë obligim njerëzve, në parim ka lumturi. Për faktin që do të thotë secili adhurim e ka atë mirësinë e vet, secili adhurim apo obligim ndaj Zotit xhaleshanuhu është vetëm për të mirën e njerëzit. Do të thotë Allahu xhaleshanuhu nuk i hyn as pak në punë për veten e vet që ne ta xherojmë, mirë po për veten tonë, për shpirtin tonë, është një lumturi, një gëzim edhe një arritje si në këtë dynjë, do të thotë po më e rëndësishme edhe në dynjën tjetër apo në ahiret. Do të thotë që edhe agjerimi e ka gëzimin e vet, e ka entuziazmin e vet, sepse ndodh diçka e cila nuk ndodh 11 muaj të tjerë. Është ai rifreskimi i zemrave, është rigjenerimi i trupit, i mendjes edhe i zemrës së njerëzit, që me të vërtet vjen në atë momentin që njeriu ka më shumë të nevojë për të. Kur do të thotë zemra ka më shumë të nevojë për lumturinë ndaj Allahut, Allahu xhaleshanuhu dërgon këtë muaj, këtë begati, pse që njeriu më kthy edhe një herë do të thotë tek lumturia që ka qenë vitin e kaluar. Andaj shpesh e kena ndëgjuar, edhe e cekim shpesh do të thotë që shumë njerëz ndoshta kanë menduar që e presin. Por ishte caktimi i Zotit që mos më prit. Edhe neve Allahu na mundsoi që të jena pjesëtar prap këtij muaji, me të vërtetë që është gëzim për ne, sepse siç e thash, çdo adhurim që Zoti e ka dërguar për ne me të vërtetë është gëzim për zemrën e besimtarit. Me qenë se këto gëzime këto bashkohen edhe në ndjesinë me lidhje të këtij muaji shpirtërore, por kemi edhe ndjesinë në lumturisë kur ne bashkohemi në sofrat e iftarit bashkë me vëllezërit tonë, me motrat tona, me të afërmit, me të dashurit, por jo veçanërisht në këtë muaj, por cili do të jetë edhe mesazhi që këto sofra, këto bashkime mos të jenë vetëm në sofrat e iftarit apo në ndejet mbas iftarit, por dhe në muajt mbas këtij të Ramazanit. Shumë mirë do të të ceke për faktin që vetë Ramazani është mesazh për gjithë jetën e njerëzit. Do të thotë vetë Ramazani është ai mesazhi kryesor që njeriu më e kuptoj se çka ndodh mbas këtij muaji. Do thotë
ka jetë mas një muaji, po si të përdorohet kjo jetë. Do thotë njeriu si ta obligoj veten e vet në raport me Allahun xhaleshanuhu. Edhe do thotë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thotë besimtari thotë i ka dy gëzime. Momenti thotë kur çel iftar, edhe momenti thotë kur dal para Allahut. Pse ish gëzim se e çel iftarin me atë mendjen do thotë që Allah inshallah te Zoti është i pranuar, ka bërë një sakrificë për krijuesin e vet, edhe do thotë edhe më kryesorja kur dal para Allahut, edhe tek Zoti xhaleshanuhu do thotë e gjen atë shpërblimin e vet, e gjen veprën e vet do thotë që e ka bërë për hir Zotit xhaleshanuhu. Andaj Allahu xhaleshanuhu thotë edhe sikur ta bëni thotë një vepër qoftë ajo sa grimca do ta gjeni atë. Andaj kjo agjerimi, dita e agjerimit, Ramazani është një vepër shumë e madhe, jo vetëm një grimcë, është një vepër shumë e madhe, do thotë që Allahu xhaleshanuhu ka porosit, e ka begatuar, edhe ka do thotë e ka rregulluar do thotë në atë formën më të bukur për krijesën e vet. E padyshim siç thash do thotë që Ramazani jep mesazhe shumë të mëdha për ato të cilën duhen me kuptu vlerën e këtij muaji. Një ndër to do thotë është bashkimi i besimtarëve, i njerëzve, do thotë në sofrën e iftarit, që do thotë duhet të jetë një mesazh shumë i kuptueshëm që njeriu besimtari kur dal jashtë Ramazanit të kuptoj që duhet me u bashku me vëllezërit e vet. Do thotë me kena ju mburoja edhe mbas Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyesin edhe i thojnë, "Ne thot po hajmë së bashku, thot po nuk po ngopna, nuk ngihna." Na tregoi ja Resulullah, çka ndodh me ne? I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ju kur ulini që të hani bashk?" Jo, i thot na ham damas. Uluni thot hani bashk, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe madhëroni Zotin xhaleshanuhu. Andaj begatia, mirësia, bereqeti i Allahut është kur do të thotë familjarët, rrethi i gjan, rrethi i ngushtë, shoqënia bashkohen në këtë muaj. E që ky muaj do të thotë me kenë vazhdim i jetës tonë. Në qenë se folme edhe për begatin, bashkimin e sofrët e iftarit, duke dashur se në muajin e begat Ramazanit është e iftari i veçantë, por dhe syfyri i veçantë, lumturia kur zgjohna për të agjeruar në muajin e Ramazanit, është ndryshe në syfyr kur zgjohna për të agjeruar në muaj të tjerë nafile. Këtë mund të flasim diçka për begatin e syfyrit, bereqetin e syfyrit. Po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përshkruar shumë bukur çështjen e syfyrit, ku thotë që besimtari i cili do thotë ngrihet, zgjohet nga gjumi, ndoshta edhe nëse do thotë nuk ka ra për të fjetë mirë, po thjesht e pret syfyrin, thotë sikur të ushqejë thotë edhe vetëm me një hurme. Aty thotë është begatia e Zotit, aty thotë është bereqeti i Zotit. Kjo na lën të kuptojë neve do thotë që vetëm e ngritja edhe njeti për hir të Zotit xhaleshanuhu ka bereqet. Do thotë njeriu bën sakrificë për hir të Allahut xhaleshanuhu. Në atë moment do thotë që njeriu bën sakrificë për krijuesin vet, për Allahun xhaleshanuhu, bereqeti i Zotit nuk mungon asnjëherë. Qoftë do thotë ajo edhe një hurmë e vogël, po sikur të jetë diçka më e madhe, do thotë begatia, mirësia, bereqeti i Allahut qëndron tek ai person i cili vetëm për hir të Zotit ngrihet syfyr. Me qenë se jemi në muajt e begatë të Ramazanit dhe natyrisht kena edhe kontakte ndërnjerëzore, cila do të jetë sjellja e jonë mes njëri tjetrit, mes gjallësave, mes njerëzve, por dhe mes ambientit ku ne jetojmë në këtë muaj të begatë të Ramazanit. Ne e shohim do thotë që në kohën e iftarit, përveç do thotë që kena familjarë të afër, kena rrethin ton të afërt, patjetër e kena edhe ndjenjën do thotë që trasim çdo kënd. Do thotë ajo sofra jonë, po marrim rastin e iftarit, ajo sofra jonë do thotë të jetë e stërmbushur me gjithçka. Pse? Sepse zemra e njeriu do thotë është më e gjanë, është më e hapun për komunikim ndaj tjerëve. Do thotë marrim rastin e namazit të taravis. Ndoshta do thotë në xhami të cilën e falim namazin e taravis. Ndoshta nuk i njohim gjithë njerëzit. Po çka na bashkon? Na bashkon do thotë njeti për Allahun xhaleshanuhu. Është do thotë një raport miqësor në këtë muaj do thotë edhe në qoftë do thotë edhe në kohën e iftarit, në sofrën e iftarit, do thotë edhe në do thotë namazin e taravive apo namazet e tjera ditore. Edhe do thotë kjo reflekton shumë sepse njeriu kështu duhet të jetë gjithë jetën. Njeriu kështu duhet të jetë gjithë jetën,
kena shembuj shumë ndryshëm nga koha e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili do thotë, siç e përmendet Aisha radhiyallahu anha, ai ishte Kur'ani i cili ecën në tokën e vet. Edhe përderisa ishte Kur'ani i cili ecën në tokën e vet, sjellja e tij ndaj shokëve të tij, që kanë pas çdo herë pyetje për pejgamberin sallallahu për çdo imsi, e kanë pyetur do thotë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe sjellja e tij do thotë ka qenë e njëjtë, edhe në kohën kur ishte Ramazani, edhe në kohën jashtë Ramazanit, do thotë nuk ka ndryshuar asnjëherë. Edhe mendoj do thotë që shembëltyra më e mirë që mund me ndjek besimtari njeriu është padyshim do thotë jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj sa i përket agjërimit, njeriu duhet me shiju dhe më shumë. Edhe me shiju dhe më shumë do thotë agjërimin, duhet me lexu sa më shumë do thotë për jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si e ka kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si e kanë jetuar do thotë sahabët, sjelljen e tyre mes njëri tjetrit edhe në agjërim, po edhe jashtë agjërimit. Gjithashtu duhet me lexu do thotë se ky agjërim i cili ka ardhur tek ne, çfarë porosie jep. Do thotë çfarë mesazhi jep. Pa edhe kur njeriu do thotë besimtari mundohet që me ju përkushu këtyne gjërave, do thotë padyshim që arrin deri në atë pikën me, le ta themi kështu në thojza, me perfekcionu veten e vet, sa i përket këtyne sjelljeve gjatë Ramazanit, po shpresojmë inshallah edhe mbas këtij muaji. Meqense kjo është një luturi shpirtërore jo ceke që ky Ramazan është edhe një shkollë me vete ku ne edukohemi dhe dëshirojmë që të ndjekim dhe të edukohemi me shkollën më të mirë, e cila është shkolla e pejgamberit tonë të dashur Muhamedit alayhi salatu wasalam. Mesazh, çfarë do kishit për ndjekësit e Radio Sfati në këtë muaj të bekat Ramazanit, një mesazh i fundit, sepse ju thatë edhe shumë mesazhe të cilat i ceket në këto minuta të cilat i kishim të rezervuar për emisionin tonë Bisedat e Ramazanit në frekuencat e Radio Sfati. Mesazhet janë të ndryshme, edhe patjetër duhet të jenë, përveç se të ndryshme, duhet të jenë edhe të shpeshta, sepse vetë muaji i Ramazanit është mesazh. Vetë obligimi ndaj këtij muaji, vetë do të thotë adhurimi ndaj këtij muaji, ose do të themi ndrysh, Allahu xhaleshanu na ka detyruar të themi që ta xherojmë, është mesazh, ashtu siç edhe i drejtohet do të thotë besimtarëve, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ju drejtohet duke thënë besimtar. Ja ayyuhalladhina, o ju që keni besuar, ju drejtohet do të thotë agjërimi është për besimtarët. Do të thotë edhe kur tefsirologët e komentojnë, thonë që popujt e tjerë kanë agjëru. Mirë, po kur ishte çështja tek idhujtarët, ndoshta idhujt e vet i kanë adhuruar në çdo formë, por përveç agjërimit asnjëherë nuk e kanë bën. Andaj edhe thot Allahu xhaleshanu, agjërimi çdo vepër i takon birit e Ademit. Agjërimi thot maleni mu, unë shpërbethet për te. Edhe kur i drejtohet besimtarëve, do thot që është për ne. Edhe do thot shpërblimi i takon Allahu xhaleshanuhu, sepse askush nuk e adhuroi Zotin në këtë formë siç po adhurojmë ne. Mesazhi është i qartë. Adhurim ndaj Zotit e çdo gjë të cilën e bën besimtarët të jetë për hir të Zotit, pastaj inshallah e gjejmë edhe në xhenetin Firdaus. Amin inshallah. Imam i nderuar, Allahu shpërblet për këto mesazhe, për këto begati, për këto mirësi që ndat në ndjekësit e Radio Sfati në muajin e begat të Ramazanit, në emisionin tonë siç e cekem Bisedat e Ramazanit, ku me ju në studio ishte Imami Samir Efendi Gjoni dhe këtu në xhamin e Shtojit kemi bërë edhe realizimin audio-vizual të këtij emisioni, ku me ju isha unë Enis Hoxha, dhe ky realizim është realizimi Radio Sfati për vitin 2026. Deri në dëgjimin e radhës, ju lëm në shoqërinë e frekuencave të Radio Sfati, duke ju uruar çdo të mirë në jetën tuaj, ju edhe familjeve tuaja dhe të dashurve tuaj. Deri në dëgjimin e radhës, mbeqi shëndoshë mirë.